Mirë pa aja përsëri insiston. Përsëri insiston dhe I tham urna për çfarë arsye, thot du t'jap kontribut ma shumë për këtë botë. Se duke pas fëmijë, unë jam e angazhuar ndaj fëmijëve dhe nuk muj me dhon kontribut për këtë botë. Nga përvoja ime personale, nga kurorizimet e ndryshme dhe të shumta që bëhen këtu në xhami, një herë më ka rastis një I veçantë. Vjen një vajzë me gjithë familjen e saj dhe partneri I saj, bashkëshorti I fejuar I saj, me gjithë familjen e tina, për t'i bërë kurorizim këtu. Mirë, po kur fillon me mbush certifikatën flet martesën, vajza ngri dorën dhe thot hoxh, unë kam një kërkesë. Me siguri aty ishin 5-60 vetë. Tham urdhna, tha hoxh, unë duhet me shkru aty me shkrim, unë nuk du me pas fëmijë gjatë jetës bashkëshortore. Dhe u habita, u mundova me minimizu kërkesën e saj, me injoru me një aspekt, dhe me plotësuat bëshllëk, marke kesh definitivisht po tham për familjen e djalit. Mirë pa aja përsëri insiston. Përsëri insiston dhe I tham urna për çfarë arsye, thot du t'jap kontribut ma shumë për këtë botë. Se duke pas fëmijë, unë jam e angazhuar ndaj fëmijëve dhe nuk muj me dhon kontribut për këtë botë. E unë ju ktheva asaj që e nja shumë mirë edhe familjen e saj, po betohëna në Zot që aja klasën e 9 nuk e ka përfundu, klasën e 8 e ka lanë shkollën, se s'ka mujt me përfundu që kontributi saj. Aja qysh në start ashtë e dështume, e bën me dhon një reklam, si kur që une gjithë shka do të bëhen për të mbajt këtë univers në durt e minja. Mos I ndëgjeni se këta janë njerëz dështoka. Edhe në shkollën e tyre, edhe në familjen e tyre, edhe në vizionin e tyre, edhe në planët e tyre për të ardhmen e tyre, janë do të thëtë dështoka. Nga e morë, tha kam pa dhe mi përmeni disa artista emna shqiptar, tha ata kur kanë bën kurorizim, kanë marrën këtë vendim. E unë po I tham trive dhe trejave, mos imitoni njerëz të këtil, po imitoni dhe merrni për shembull prindërit e tonë. Nanat e tona, baballarët e tonë, janë shembulltyra më e mirë për neve. Ata nuk I kanë qitë laps kësaj pune dhe kanë sjell në këtë dynja me emrin e Zotit, dje me vajza, ka 10, 12, 8, 7, 5. E disa ja dhanë adhejut, disa ja dhanë gurbetit, disa shkollës, disa punës, dhe jemi na këtu ku jemi. Edhe në aspektin shkencor, ajo grua cila lind sa më shumë është më shëndetshme dhe më produktive. Dhe Zoti e don që sa më shumë me pas do thot lindje, e nana tona mas mirë e kanë kuptu këtë, se ky vend ka qenë I rrëthum gjithmonë me armiq, dhe na gjithmonë I kemi nejt karshi armikut me natalitet. Dhe sot jemi të këtill, do të mendojmë në gjeneratat e reja që sa ma shumë do thot cjellim në këtë dynja me emrin e Zotit Dhul Gjelal, djem dhe vajza.